Nektari Gjomas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotët. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Të dashur besimtar, erdhi dita më e bukur, dita e Fitër Bajramit, dita e gëzimit të gjithë muslimanëve. Kjo ditë përçon në shpirtrat dhe zemrat e muslimanëve dritën e besimit, të devotshmërisë, të vëllazërisë, të unitetit dhe të lumturisë. Në këtë ditë të begat, muslimanët anë mban botës urojnë njëri tjetrin me fjalët më të mira, më të ëmbla dhe me kuptim të plot. Në Kur'anin e shenjtë ka ajete që flasin për gëzimin e besimtarëve, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, me dhuntin e Allahut dhe mëshirën e tij, vetëm me këto le të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që kumbullojnë. Ajeti 58 i surës Yunus. Në surën Rum gjithashtu Allahu thot: dhe atë ditë do të gëzohen besimtarët. Kjo ditë kënaq shpirtrat dhe shënon zemrat që janë në krahëroret tona. Të dashur vëllezër dhe motra, si fillim të doja t'ju uroja nga zemra ime gëzuar festën e Fitër Bajramit. Allahu ju paspranuar çdo adhurim tuaj, agjërimin mbi të gjitha, çdo lutje dhe çdo përkushtim që keni dhënë në muajin e begat të Ramazanit. Në këtë moment do ju ftoja të ndiqnim së bashku ajetet nga ajeti 58 deri në ajetin 61 të surës Yunus. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotët. Thuaj, me dhuntin e Allahut dhe mëshirën e tij, vetëm me këto le të gëzohem. Kjo është më e mirë se ajo që kumbullojnë. Thuaj, çfarë mendoni ju për ushqimin që ju ka zbritur Allahu, një pjesë të cilit e bëni të ndaluar e një pjesë tjetër të lejuar? Thuaj, a ju ka lejuar Allahu për këtë, apo po shpifni gënjeshtra për Allahun? Çfarë do të mendojnë në ditën e Kiametit ata që shpifin gënjeshtra për Allahun? Me të vërtet, Allahu është bamirës i madh me njerëzit, por pjesa e tyre dormuese nuk e falenderojnë. Në çfarëdo pune që të jesh, çfarëdo gjëje që të lexosh nga Kurani dhe çfarëdo pune që të bëni o njerëz, ne jemi dëshmitar kur ju të thelloheni në ta. Zoti tënd nuk i fshihet asnjë grim speshe në tokë e në qiell. As më pak nga ajo, e as më shumë nuk mbetet pa u shënuar në librin e qartë.
Dashur vëllezër dhe motra, Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Janë të gëzuar për çfarë u ka dhënë Allahu nga dhullëtitë e tij, dhe gëzohen edhe për ata që ende nuk u janë bashkuar e që kanë ngelur pas tyre, dhe ende nuk kanë rënë martir, sepse nuk do të friksohen për çfarë i pret, dhe nuk do të prikollohen për çfarë kanë lënë pas. Ajeti 170 i surës Al Imran. Vallë, çfarë është festa e vërtet për besimtarin? Festa e vërtet është kur njeriu kthehet te krijuesi i tij, Allahu i madhëruar, dhe është më afër krijuesit. Festa e vërtet është kur njeriu ecën në rrugën e profetit Muhammed dhe të familjes së tij të pastër e të lirë. Festa e vërtet është kur njeriu zbaton Kuranin e shenjtë në përpikmëri në jetën e tij të përditshme. Festa e vërtet për besimtarin është ajo ditë që ai nuk i bën mëkat mëkat Allahut të madhëruar. Feja e vërtet është kur njeriu e ndriçon shtëpinë e tij me përmendjen e Allahut fuqiplot. Festa e vërtet për njeriu është kur ai përçon në zemrat e të tjerëve dashurinë, qetësinë, butësinë dhe ndjenjat më të bukura. Festa e vërtet është kur hiqet dorë nga mosmarrveshjet dhe mospajtimet. Festa e vërtet quhet atëherë kur i jepet atij që nuk të jep. Festa e vërtet është që të falësh atë që të ka bërë pa drejtësi. Festa e vërtet është kur ta shkulësh urrëtitjen dhe armiqsinë nga zemra jote. Dhe festa e vërtet është kur njeriu kthehet në kthjelltësinë dhe në natyrën e tij të pastër, al-fitra. Muaji i begatë i Ramazanit mbaron me kurorëzimin e tij me Fitr Bajramin, i cili është i ngjashëm me festën e diplomimit të suksesshmëve në Universitetin e muajit të Ramazanit. Të suksesshmit e këtij universi janë ata që Allahu ka pranuar atyre agjërimin, lutjet, adhurimet, veprat e mira, të gjitha këto së bashku në muajin e begatë të Ramazanit. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: sigurisht, kjo ditë është ditë fest për ata që Allahu ja ka pranuar atij agjërimin dhe ja lavdëron namazin. Dhe çdo ditë që nuk i bëhet mëkat Allahut, ajo është ditë feste, thot Imam Aliu, paqja qoftë mbi të. Fitr Bajrami është festa që e festojnë muslimanët pas mbarimit të muajit të Ramazanit. Fitr Bajrami është në ditën e parë të muajit Shawwal, quhet Eidul Fitr, sepse muslimanët në këtë ditë e çelin dhe nuk agjërojnë më. Nuk lejohet agjërimi në ditën e parë të muajit të Fitr Bajramit, sepse në aspektin fetar, kjo ditë ka kuptimin e falënderimit të Allahut për çdo gjë që ai na ka mirësuar dhe na ka begatuar në këtë jetë, veçanërisht në mirësinë e fesë më të bukur të fesë pastër islame. Në aspektin human, Fitr Bajrami ka kuptimin e bashkimit të fuqisë së pasurit me dobësinë e të varfrit, në dashuri, mëshirë, respekt dhe mbrojtje e nderit të tjetrit. Kjo simbolizohet në dhënien e zakatit të fitrit, në bamirësi dhe në përkrahjen ekonomike që mund t'i japim njerëzve. Dhe në aspektin shpirtëror, feja pastër islame e ka shpjeguar se Fitr Bajrami ka kuptimin e mposhtjes së egos dhe të qenit i pastër shpirtërisht dhe larg të këqijave të shëmtuarve. Duhet që të gjitha ditët e jetës tonë të jenë bajram. Pra si të jenë bajram, siç e tham dhe më lart, pra festë e vërtet për besimtarin është kur nuk i bën mëkat Allahut, kur ai i cili adhuron Allahun me sinqeritet, është ai i cili jep dhe fal atij që nuk i ka dhënë dhe është armik me të. Festa e vërtet për besimtarin dhe kështu duhet të jetë gjithmonë është kur përçon të zemrat e vëllezërve dhe motrave të tij në fe, pra dashurinë, qetësinë, mirësinë e shumë të tjera. Në aspektin human ishin të gjitha këto që neve përmendëm. Në aspektin social, festa e Bajramit është dita e bashkimit dhe e unitetit dhe të ballazërimit. Të mendojmë që po të jemi të gjithë së bashku, po të jemi të gjithë të pamposhtur, atëherë asnjë forcë devijuese nuk mund të na mposhtë ne, sepse ne kemi fen më të bukur, ne kemi fen më të lartë, ne kemi fjalën më të bukur të Allahu xhaleshan midis nesh, Kuranin Kerim. Është dita e fëmijëve kjo ditë, sepse ato gëzojnë më shumë se ne. Është dita ku të gjithë gëzohemi pa mas, sepse është festa jonë.
është diplomimi ynë pas një muaji aq të madh dhe aq të begat që ishte muaji i Ramazanit. Është dita e miqësisë, sepse në këtë ditë ripërtërihen lidhjet miqësore dhe forcohen akoma më shumë. Është dita e pastërtisë së zemrës prej urrëties, e zemërimit dhe e smirës dhe emnefit. Është dita e largimit nga të menduarit për keq, nga shpifja, nga përgojimi, sharja e fyerja. Allahu i madhëruar na mëson në Kuranin e shenjtë dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim. Edhe ata që erdhën pas tyre thonë: O Zoti ynë, fal na neve dhe vëllezërit tanë, të cilët kanë besuar para nesh, dhe mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarve. O Zoti ynë, ti je vërtet i butë dhe mëshirëplot. Ajeti i 10 i surës Hashr. Ashtu siç zbukurohemi me rroba të pastra në Bajram, pa ashtu duhet të zbukurohemi me morale të mira gjatë gjithë jetës sonë. Festa e Bajramit është një kohë e caktuar, dhe kjo do të thotë që në këtë kohë të harrojmë problemet dhe vështirësitë dhe të mbledhim forcat për të përballur me sfidat e ndryshme të jetës. Në Bajram shfaqen virtytet më të larta nga natyra e pastër e krijuar nga Allahu. Duhet që këto virtyte të jenë shfaqur edhe pas Bajramit. Mos caktojmë vetëm se është Bajram, të tregojmë anën tonë më të mirë dhe kaq. Jo, kjo anë e mirë duhet të vazhdojë dhe pas Bajramit, sepse këtë mësuam në muajin e begat të Allahut të madhëruar, që të duam të respektojmë, të adhurojmë Allahun xhaleshanu ashtu siç duhet dhe të dhurojmë mirësi në komunitetet ku ne jetojmë. Festa në Islam ka kuptimin e respektit, e dashurisë, e nderimit, e madhështisë dhe e pajtimit mes njerëzve. Ka kuptimin e madhështimit e të lartësimit të krijuesit të gjithësisë. Në Kuranin e shenjtë thuhet: ai dëshiron që të plotësoni numrin e ditëve të agjërimit dhe ta madhëroni Allahun në fund të agjërimit, për shkak se ju ka drejtuar në rrugën e drejtë e që ta falenderoni ata. Ajeti 185 i surës Bekare. Transmetohet nga Imam Bakiri, paqja qoftë mbi ta, se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kur vjen dita e parë e muajit Shawwal, një thirrës thret: O besimtarë, merrni dhuratat tuaja në këtë ditë. Pastaj tha: O Xhabir, dhuratat e Allahut nuk janë si dhuratat e mbretërve. Dhe profeti i thotë: kjo është dita e bukur e dhuratave për besimtarët, të cilët kanë agjëruar dhe morin shpërblimin e tyre. Imam Rizai, paqja qoftë mbi të, ka thënë: dita e Fitr Bajramit, që muslimanët festojnë në këtë ditë, është dita që të cilët të gjithë të bohen dhe dalin për hir të Allahut, e lavdërojnë Allahun për begatitë që ai u ka dhënë. Është dita e Bajramit, një ditë e tubimit, dita e prishjes së agjërimit, dita e dhënies së zakatit dhe dita e lumturisë dhe adhurimit. Dhe është dita e parë në të cilin lejohet ngrënia dhe prirja pas agjërimit të muajit të Ramazanit, muaj për njerëzit e së vërtetës. Pra, Zoti deshi që ata të kenë një tubim për të lavdëruar Zotin edhe në këtë ditë. Të thuash tekbir në namaz është më shumë se ditët e tjera, sepse tekbiri është madhërimi i Allahut, dhe lavdërimi i Zotit të gjithësisë për të gjitha bekimet që ai na ka dhënë. Dhe Allahu thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim, dhe madhërojini Allahun që ju udhëzoi dhe që të falenderoni. Edhe një herë të nderuar dëgjues dhe shikues, doja t'ju uroja nga zemra gëzuar festën e Fitr Bajramit. Allahu ju mbarsoft, ju dhënë më të mirat dhe të na shkruajnë në rreshtat e më të devotshmëve dhe të cilët fitojnë gradat më të larta të xhenetit inshallah. Këtë momente ju përshëndesim përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن
O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن